Si pasojë një shpërthimi që ndodhi sot në mëngjes në fabrikën ushtarake shtetërore Kruisik Holding Corporation në qytetin e Valejvës të Serbisë. Ngjarja ka ngjatur reagime të shumta përfshirë dhe nga ekspertë të sigurisë nga Instituti Oktapus në Prishtinë. Agi Musliu, i cili përmend një postim në rrjetin e tij social Facebook, duke ndërlidhur këtë incident me problemet e thella të sistemit shtetëror në Serbi. Sipas Muslimit, shpërthimi në Kruisik është simbolik për gjendjen aktuale në Serbi, ku ai thotë se regjimi i presidentit Aleksandar Vučić po përballet me skandale korrupsion endemik dhe autokraci. Ai rikujton se kjo kompani ka qenë më përpara në qendër të vëmendjes ndërkombëtare për veprimtari të palishme dhe të dyshimta. Në vitin 2019 u bë ditur nga një punonjës i brendshëm se pajisjet ushtarake të prodhuara nga Kruisik kanë përfunduar deri në duart e terroristëve të ISIS-it, shkruan Muslimi, duke shtuar se tregëtia e armëve në Serbi është një industri fitimprurse, e cila sipas tij është e lidhur me struktura të korruptuara deri në nivelet më të larta të pushtetit në Beograd. Fabrika Kruisik është një nga prodhuesit më të mëdhenj të armëve në Serbi dhe ka qenë shpesh subjekt hetimesh dhe raportimesh për eksport të dyshim të armëve me zona të konfliktit. Autoritetet serbe ende nuk kanë dhënë detaje zyrtare me shkaqe të shpërthimit dhe gjendjen e të lënduarve.